Për Hysen Zenunin nuk ishte as pak e lehtë që të kërkoj publikisht ndihmë për të luftuar sëmundjen e tij. Profesori i shkollës së mesme të mjekësisë Helena Gjika vuan nga një sëmundje e tumorit në mushkëri, e cila do trajtim jashtë vendit, por që koston e trajtimit nuk do të mund ta mbulojë vetë. Hysenit i duhen rreth 29.000 euro që klinika gjermane në Kerkov të bëj intervenimet kirurgjikale. Kërkesa publike për ndihmë ishte kompromisi më i vështirë në jetën e tij, derisa Hyseni thotë se nuk e ka ndërmend të dorëzohet para kësaj sfide. Po e them publikisht se mbase kompromisin e vetëm me ndërgjegjen time e kam bërë kur kam lejuar që shokët e mi ta shfaqin atë dokument në publik. Pse? Po e bëra që i lutem që ta fosni. E bëra se unë nisna nga një parim. Familja ime ngushtë dhe unë dëshironin ta bënin të tolën. Zoti le ta bajë të tijen. Pastaj unë jam kimist dhe më ka ra që të lexoj shumë biokimi dhe dikun shkruan se organizmi i njeriut është i sinkronizuar në atë mënyrë që është në situatë të bëjë mrekullia. Dhe si duket, te unë do ta bëj këtë. Unë jam optimist që do të bëjmë mrekullia dhe tumori mua nuk më mbyt. Hyseni përveç dashurisë ndaj dheut, sportit e arsimit, ai thotë se dashuria ndaj familjes dhe nxënësve bën që edhe më shumë ta dojë jetën, prandaj me anë të kësaj betejë do ta fitojë edhe luftën ndaj sëmundjes. E kam gruan, po ashtu mësimdhënëse në shkollën e mesme ekonomike. Kam 3 çuna. Njëri prej tyre është nxënësi imi në klasën 12, tjetri është në klasën 11 në shkollën e kompetencës, ndërsa i treti është në klasën e 8 në Tevfik Çanga. Dhe natyrisht se mbosha e tyre tregon se ata kanë nevojë ende për mua. Por Hysen Zenuni është vetëm njëri nga shumë kosovar të tjerë të cilët në mungesë të ligjit për sigurime shëndetësore përballen jo vetëm me dhembjen që u asjell sëmundja, por edhe me përpjekjen për të siguruar parat për shërim. 20 janari është afati i fundit kur Hysen Zenuni duhet të deponojë parat në xhirollogarin e klinikës. Për solidaritetin e parë me Hysenin janë kujdesur mësimdhënësit e shkollës Pjetër Bogdani, të cilët kanë derdhur sot 300 euro në këtë xhirollogari.